Në Shqipëri, me statistika të ftohta dhe realitet të vështirë, ekziston një plagë që nuk gjen qetësi. Fëmijët e zhdukur çdo vit raportojnë 10 humbje të të miturve, ndërsa një pjesë e mirë e tyre rikthehen pas disa ditësh. Por ka edhe raste që nuk kanë kurrë një epilog, familjarë që presin, vite që kalojnë, institucione që mbeten pa përgjigje dhe mbi të gjitha emra që nuk duhen harruar. Ky dokumentar nuk është thjesht një rrëfim, është një thirrje, një kthesë pas në historitë që ende presin dritë. Dhe është një kujtesë e madhe se pas çdo fotografie që mungon, fshihet një jetë e pezullt. Sipas të dhënave të disa qendra që merren për fëmijë të zhdukur, në Shqipëri raportohet rreth 120 raste fëmijë të zhdukur çdo vit. Shumica rikthehen, por 10 raste mbeten pa zgjidhje, duke u kthyer në dosje të mbyllura dhe që shpesh harrohen nga sistemi, por jo nga familjet. Raportime të ndryshme në media tregojnë se ndër vite janë publikuar lista me fëmijë të zhdukur, kur emrat e tyre vazhdojnë të qarkullojnë në portale, organizata dhe në sytë e njerëzve që shpresojnë ende. Nuk janë vetëm fëmijët shqiptar. Raportet e 3 viteve të fundit zbulojnë se 68 fëmijë emigrant të pashoqëruar janë zhdukur gjatë qëndrimit në Shqipëri, pa asnjë gjurmë, një shifër që ngre pikpyetje të madhe për sigurinë dhe mbrojtjen. Në vazhdim do sillim disa nga rastet e publikuar në media dhe në listat e organizatave. Bleona Mata është një nga rastet më të përfolura, e humbur që në moshë të vogël. Historia e saj ndezi alarm në të gjithë vendin. Kaluan vite, kërkime, pista, dyshime, dëshmi të pakta, por asnjë provë përfundimtare. Emri i saj vazhdon të jetë simbol i luftës së familjeve që nuk dorëzohen. Bleona është thjesht një emër i një liste. Ajo përfaqëson të gjithë fëmijët që u zhdukën pa kthim. Julian Qela, fëmia që la pas një heshtje të pashpjeguar. Juliani ishte vetëm një fëmijë kur u zhduk. Media e përfshiu emrin e tij në një listë fëmijëve të zhdukur prej vitesh. Për familjarët çdo ditë është një luftë mes shpresës dhe dhimbjes, pa shpjegim, pa pistë, pa asnjë të dhënë të re. Juliana Hoxha, edhe emri i Julianës figuron ndër rastet e fëmijëve të humbur. Rasti i saj u raportua në media si një nga ato histori që mbetet të ngrira në kohë, asgjë nuk u gjet, asnjë provë, vetëm pyetje. Gjevahir Gezdari, një mister që nuk u zgjidh. Në listat e publikuara, ndër emrat ishte edhe ai Gjevahir Gezdarit. Si shumë të tjerë, fati i tij mbeti i panjohur. Familja e tij, si dhe të tjerë, kanë kaluar vite duke kërkuar përgjigje që nuk erdhën kurrë. Shumë raste lidhen me mërgim ilegal. Fëmijët që udhëtojnë pa shoqërim, shpesh përmes rrugëve të rrezikshme, humbasin gjurmët në kufi, në kampe apo gjatë transportit. Trafikimi të miturve. Raportet ndërkombëtare e kategorizojnë Shqipërinë si vend me risk të lartë për trafikimin e fëmijëve. Kjo mbetet një arsye kryesore e zhdukjeve, probleme sociale brenda familjes, raste largimesh nga shtëpia për shkak të konflikteve, dhunës apo abuzimeve, disa kthehen, por të tjerët jo. Mungesa e sistemit të koordinuar. Mungesa e protokolleve të forta dhe reagime të shpejta shpesh lë hapësirë që rastet të ftohen në kohë. Humbja një fëmije nuk është thjesht tragjedi, është një dhimbje që e ndjek një familje gjithë jetën. Në shumë zona të Shqipërisë, shtëpitë e fëmijëve të zhdukur janë si muze të vogla. Fotografi në mur, dhoma të paprekura, loda të mbetura aty ku i kishin lënë. Prindrit jetojnë me shpresën se një ditë dera mund të trokas. Ata nuk kërkojnë mrekulli, kërkojnë vetëm të vërtetën. Emrat që qarkullojnë në listat mediatike nuk janë thjesht pjesë statistikash. Bleona Mata, Julian Qela, Juliana Hoxha, Gjevahir Gezdari janë fëmijë, janë një jetë e ndërprerë, histori që nuk u shkruaj deri në fund. Dhe mbi të gjitha, janë raste që tregojnë se Shqipëria duhet të bëjë më shumë. Fëmijët e zhdukur janë një plagë që nuk mbyllet as me kohën as me heshtje. Ata janë kujtesë e një shoqërie që duhet të zgjohet, të reagojë, të mbrojë, më të brishtet. Dikush diku e pret një fëmijë që nuk u kthye kurrë. Dhe ne, si shoqëri, ja kemi borxh të vërtetën, të mos i harrojmë kurrë.